me neve në studio, kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi kryetarin e Karate Klub Rej, Shilo Kurti. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën që na bët. Mirë se erdhët edhe një herë. Më tregoni pak a shumë cilat kanë qenë këto aktivitetet e fundit për klubin tuaj dhe cilat kanë qenë pjesëmarrjet e fundit. Duhet të them se përgatitjet i kemi të fillojit ka fillimi kanë qenë domethënë Kupa Shampion ka qenë i cili shbajt në Podgoricë, po përgatitjet i kemi filluar qysh në verë, ku kena pas pikën domethënë kampionatin evropian që shbajt në ekipën e Larnaka. Kemi pas disa turne, po turnet që duhet të theksoj janë domethënë turnet që kena shku domethënë me pa formën e garuzve të gjithësiman Malit Zi, domethënë kampionatin evropian e kena pas pikën kryesore dhe kampionatin e Malit Zi për kadet junior dhe senior. Ku tani vazhdojmë me ta kampionat me turnet që janë për Malzi domethënë veç për me shiku formën e garuzve se ku jemi. Sa i përket edhe regjistrimit të antarëve të rinj në klubin e Karates Rej, si ka qenë këtë vit? Këtë vit regjistrimi duhet të them se në regjistrimin me të vërtet kemi shumë garus që vinë, e shohin domethënë se ku është, domethënë fëmijët janë i kemi domethënë rreth 40-50 fëmijë kemi të shkruar që vinë në regjistrim si kanar prej fillimit, po duhet të them disa gjejnë vedin, disa se gjejnë vedin, po regjistrimi shumë i ashtu vijon domethënë regjistrimi i antarëve të rinj. Sa janë të interesuar, më tepër vajza apo djemë dhe këtë periudhë duke krahasuar me kohën më përpara, ka interesime, rritet interesimi më shumë? Po, rritet domethënë interesimi të barabartë kemi domethënë moment kemi vajza më tepër, moment kemi djemë, varet domethënë se ku e gjejnë, domethënë nuk është të thanë fëmia domethënë fillon karate, marrën diket në sport tjetër nuk është të thanë se ku, domethënë fëmia është me gjet vedin ku me rëndësi të merret me sport. Me merret me sport, që përket domethënë tham domethënë se përket të karates nëse ashtu klubi i Rej është klubi i duhur për fëmijë. Sa kanë të vështirë ndoshta edhe të stërviten dhe të bëhen gati për këto kampionatet apo edhe garat që kanë jashtë Malit Zi? Duhet të them nuk është e lehtë, po filloj si fillestar. Si fillestar nuk është lehtë se domethënë punojnë disa janë gjanat domethënë si punon njëjta gjanat edhe mundet me kalu pak imunitet. Po duhet të them se me kohë domethënë që na veç kemi përgatitjet garus si janë 2020 e poshtë, si kemi veç përgatitur për vitin tjetër që kemi fillu me marrë pjesë në kampionatet tanë, po që përket tyne tjerëve, si janë veç me vite në klub, ata kanë kënaqësi të ushtrojnë. Do të them se si mjetë klubi, domethënë, mos i cekit e shturnet, si kena qenë në Malzi, si kena majtë, domethënë, na kemi pas pikë të mbrojmë se na vjetë prej Monakos kampionatit evropian, ne kemi pas garusin me minin kampion të Evropës, shteteve të vogla, po ashtu ka qenë kampioni Malit të Zi. Në këtë vit kemi shku domethënë ka qenë pika ime kryesore, që kam bisedu me të klubit me udhëheqësinë edhe me garust, se pikën kryesore kemi ta mbrojmë prep titullin. Po dhe mas ta mbrojmë domethënë vazhdojmë një vjet tjetër po pika domethënë e jonë domethënë ishte domethënë ku si me kemi arritë rezultate shumë më të mira se vjet, ku kena mbrojt titullin, si thet, kena ardhur domethënë klubi i parë domethënë si e mbron titullin 2 vjet rresht në qytetin tonë, me mini bat kampion, kemi pas 9 kampiona, kemi pas domethënë prej vajzave kemi pas vetëm Elden ku në repesazh domethënë hupi luftën e parë ku mos ne u lip me fitu domethënë me një garuse prej San Marinos, aty ka fitu 3-2 dhe u bë vendi i tretë, domethënë mos i theksoj tani domethënë vetëm ata momentet ku me mini domethënë njësoj bin që mi ka fitu domethënë krejt luftat, finalja ishte 2-1. Ju si trejner, si motivoni këto garues që të arrijnë aty ku duhet? Unë si trener domethënë unë jam plot vite domethënë unë jam generacioni i parë që përket karates domethënë si mirën me sport unë jam domethënë aktiv domethënë këtë kohën. Një gjatë e unë domethënë është se në klub domethënë kushdo domethënë si e bën fëmijën domethënë gjëja e parë është disiplina ku lypet me qenë maksimum. Domethënë motivimin me fëmijë kam një marrëdhënie shumë të mirë. Domethënë plot të ditë domethënë duhet të them domethënë se unë domethënë jam me këtë punë si mirë, më garustë mi domethënë si për shembull
ishtë martu, dhe më thanë, ka qenë 4 vjeç të one, sa të ishtë martu Adonis Mërkashi, dhe më thanë, krejta e kohë, dhe më thanë, mas me, edhe më thanë, gjithë garus tjerë, dhe më thanë, si kam, dhe më thanë, si janë Mustafa, Armini, Tanta, dhe më thanë, Edoni, kanë qenë ka 4 vjetë, tanë janë kampionat mirë, po sa të janë 16-17 vjetë, ku veç kanë fillu me mnimune për termine, dhe besoj se në të ardhmen do të ullheqin edhe ata në klub. Si kanë qenë sukseset e kampionatit europian të shteteve të vogla, ku keni marrë dhe aty pjesë? Po, duhet të them dhe me thanë, po i cekjive të medalit. Memin Gurzaković ka qenë kampion i shteteve të vogla në ekipa në Larnaka. Armin Gurzaković ka qenë i dyti në kata vicekampion i Evropës. I treti ka qenë në luftra. Mustafa Adžemović ka qenë i treti në luftra. Dhe Edon Emsha ka qenë i treti në lufta. Ku duhet të them, në ekipore në kata, kemi humbur në finale nga ekipi Kiprit, ku mund të them se u lyp fitoria jonë, po hajde ta shikojmë se ka qenë, si me thanë, ka ishpunu në ekipar aty kanë qenë Dvenit, e hupe me i pik kena hup, po kena qenë vicekampion, ku ekipa dhe me thani kena përfasu dhe me thani reprezentacionin e Malit të Zite, kena mi pas dhe ekipe në luftra, e përbërë dhe me thani nga 3 garusit, Mustafa, Edoni, Armini edhe një Matija, si ish nga Podgorica për ekipore në luftra. Aty dhe me thani në gjithë finale, ku ashtu humbem dhe kena met, dhe me thani represash, dhe me thani kena met vendin e tret, dhe me thani. Kjo është një sukses për men shumë i mirë, e mujtë të them ndër sukseset më të mëdha si kanë ardhur në qytetin tonë. Pastaj duhet të ceki të lidhem edhe me kampionatin e Malit të Zi, ku dhe me thani edhe për reprezentacionin Malizise, si jena këthy për Kiprit, ekipi Edoni, Armini dhe Mustafa, ulltuan për një kampionat balkanik. Po dhe me thani ishte një periull shumë, dhe me thani kejtë kohën, 7 ditë kena qenë Kipar, si kena mrit atë natë, ata nesër janë nisë për Rijekë. Edhe kena pas një lodhje bajagi garuzve, ku s'kena mujt bele edhe ata që kena lyp me përgadit nuk kena mujt, kanë shku në kampionat balkanik, ku i suksesi rrallës, si vjen dhe me thanë ekipi nga qyteti jonë, bashkë për klubit të rej, vjen e përfason reprezentacionin e Malit Zi në Rijekë në Kroaci, ku ata në gjysmë finale unale nga ekipi Kroacis dhe për medaljen e bronzt i ka fitu ekipi i Serbis dhe kanë met të 5 në Balkan. Duhet të them se kjo është krejt se garust kanë qenë të lodhur, nuk kanë pas kohë për një pushim. Duhet të them dhe me thanë ishte një arritje e madhe dhe me thanë si ishte për klubin tonë, dhe pastaj ishte kampionati i Malit të Zi, ku ekipi jonë prap sjellin kampion të Malit të Zi në kadet junior, njësej dhe me thanë Armini, Edoni dhe Mustafa, shpallën kampion të Malit të Zi, ku ishte një sukses i arritjes jo për klubin tonë, po dhe për qytetin, se kadet junior dhe me thanë shpallën dhe me thanë kampion të Malit të Zi. Pastaj, suksesi tjetër dhe me thanë ishte dhe kampion e Malit të Zi seniore U21 Rialda, ku dhe me thanë prep senioria ishte nga klubi jonë nga qyteti. Elda ishte medale e bronzt, si arriti të mërtë, dhe në Mustafa ka qenë i treti në luftën kampionat Malit Zi dhe Armini. Dhe me thani të shkena qenë në kampionat në këtë turneun në Tivar si ishba, aty prep si thash dhe me thani ka qenë turnirin re i mirë, po në turniret në Marzizi i kemi vesh për me shigu formën e garuzve, ta respektojmë dhe me thani thirjen si naftesën e tyne dhe cilat do të jenë ato gara që pritet t'i keni së fundmi? Të së fundit e garat i kemi edhe disa gara në Malzi, jena të shiku dhe me thanë diçka dhe në Bosnë dhe veç shmarimi i kësaj vjetë, ku do të them se i kemi kalu dhe me thanë rezultatet e vjeçme me suksesin më të mirë 2025-2024. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit, ju uroj edhe njëherë shumë suksese dhe përsëri të keni kështu suksese në vazhdim. Faleminderit për thirrje. Faleminderit.